Do bëj një review të mini pancakes dhe waffles nga Rohana. Si jeni? A ka njëri? Përshëndetje, mirë se erdhët tek Rohana Waffles. Si mund t'ju ndihmoj? Çfarë më sugjeron porosis tek Rohana's Waffle? Unë të sugjeroja pancake me shetë të ndryshme dhe waffles me krem lotus. Sigurisht që porosita ato që më sugjeroi Rohana. Këtu ishte duke u përgatitur waffle me krem lotus. Këtu kishim edhe mini pancakesat me shije të ndryshme, me çokoladë të zezë, me lështryde, me çokoladë të bardhë me Kinder Bueno. Gjëja e mirë ishte që tek Rohana nuk kurseshin me çokoladë, kishte me shumë mic. Rohana e vogël ndihmonte prindërit gjatë përgatitjes. Urdhëro dhe mund të porosisni prap në Word, në Babun, në Foodin edhe në Instagramin të Rohana Waffle. Boftë mirë! Faleminderit! Jam shumë kurioz për mini pancakesat. Është super i butë. Do provoj këtë të bardhin. Tu ka dhe Kinder Bueno. Këtu kam këtë waffle me krem lotus dhe me biskot thërmuar sipër. Është thjesht super. Dhe këtu kemi dhe waffle me fruta. Nuk e di pse i pres kaq të mëdha këto copa. Të parën do zgjidhja këtë, duke qenë se ka goxha fruta dhe më pëlqen. Të dytën lotusin. Dhe të tretën këtë, si që thash, të treja janë po njësoj të mira, por nëse do duhet bëja një renditje do ishte kjo. Faleminderit Rohanës për këto super ëmbëlsira.